Mbyllja e ngushticës së Hormuzit për shkak të konfliktit me Iranin po krijon rrezik serioz për ekonominë globale, duke ndikuar jo vetëm energjinë, por edhe zinxhirët e furnizimit në shumë sektor jetik. Sipas analizave, ndërprerja e këtij korridori të rëndësishëm tregtar mund të çojë në rritje çmimesh për produkte të përditshme, përfshirë ushqimet, teknologjinë dhe ilaçet, duke prekur veçanërisht vendet më të varfëra. Sektori më i goditur pritet të jetë bujqësia, pasi një pjesë e madhe e plehrave kimike kalon përmes kësaj ngushtice. Ndërprerja e furnizimit gjatë sezonit të mbjelljeve mund të ulë prodhimin dhe të rrisë çmimet e ushqimeve si gruri, frutat dhe perimet. Në të njëjtën kohë, ndikimi shtrihet edhe në teknologji dhe shëndetësi, pasi mungesa e heliumit dhe materialeve petrokimike mund të rrisë kostot e pajisjeve elektronike dhe shërbimeve mjekësore. Kriza prek gjithashtu industrinë farmaceutike dhe prodhimin industrial, për shkak të varësisë nga materialet që kalojnë në përgjirin përsik, si dhe tregtinë e sqyfurit që përdoret në bateri dhe përpunimin e metaleve. Rënja drastike e numrit të anijeve që kalojnë në këtë rrugë tregon se ndikimi mund të jetë afatgjatë, duke krijuar një efekt zinxhir në ekonominë globale që shkon përtej sektorit të energjisë.